Në komunën e Tetovës pritet që 1025 nxënës të regjistrohen në shkollat fillore. Nëse bëjmë një krahasim me vitin e kaluar, ky numër është rritur për rreth 90 nxënës, por mbetet për tu parë se sa nga këta fëmijë ndodhen aktualisht në Maqedoni dhe nuk janë shpërngulur. Nga sektori për arsim në komunën e Tetovës, thonë se të dhënat nga librat am tregojnë se ka një rritje të numrit të nxënësve. Nga ky sektor përmenden dhe njoftimin se komuna e Tetovës do të subvencionojë me nga 100 euro çdo nxënës që regjistrohet në klasën e parë në shkollat fillore të qytetit. Afati për regjistrim në shkollat fillore të komunës Tetovës zyrtarisht ka qenë deri në përfundim të muajit maj, mirëpo ky si proces po vazhdon në shkollat fillore të komunës Tetovës, po ashtu e dini që dhe me njoftim të kryetarit komunës dhe kalimin e vendimit në Këshillin Komunal, që nxënësit të cilët do të regjistrohen deri më datë 20 qershor, do të kenë dhe vaucher në vlerë prej 100 euro, apo në kundërvlerë të denarit 6150 denar, e cila do t'ju jepet nxënësve të cilët me atë vaucher do të mund të pajisen edhe me materiale shkollore që do t'jetë një ndihmë për prindrit e nxënësve të cilët do të regjistrohen në klasën e parë në vitin shkollor 2026-2027. Numri i regjistrimit të nxënësve në klasë të parë pothuajse është i njëjtë me vitet paraprake, nuk ka ndonjë rritje apo rënje të numrit të nxënësve, domethënë në viteve të fundit pothuajse është numri i njëjtë i nxënësve të cilët regjistrohen në klasë të parë. Procesi i regjistrimit të nxënësve në klasë të parë në Tetovë për vitin shkollor 2026-27 reflekton një paradoks midis statistikave zyrtare dhe realitetit demografik. Edhe pse të dhënat nga librat am flasin për një rritje rreth 10% të numrit të nxënësve, krahasuar me vitin paraprak, autoritetet mbeten skeptike për shkak të trendit të vazhdueshëm të migrimit të familjeve jashtë shtetit. Përveç sfidës së shpërnguljes, komuna po përballet edhe me presionin administrativ të prindërve që tentojnë të anashkalojnë ndarjen rajonale të shkollave përmes dokumenteve të noterizuara në kërkim të institucioneve të caktuara arsimore.